Rikëthyem shumë shpejt tani për një salat të freskët verore me produkte të stinës që na freskon dhe na jep një shije ndryshe, me pjepër, me shalqi dhe me perime. Pjeprin, po të doni, e kaloni në kubik, ose në të kundërt me këtë krijoni disa topsa, sepse kemi thënë që syri e ha goja patjetër. Po edhe me një lugë mund t'i bëjmë këto. Me çfarë të doni juve, kubik. Po. I marrë i vendos të gjitha topsat e vogla këtu. Duket mua apo pjeprat kanë dalë më mirë këtë sezon se sa shalqinët? Nuk e di të thëmë drejtën, ja. Dollën më herët, nuk kanë një ëmbëlsi më të mirë, më të shishëm janë, nëse më të pjekur se sa shalqinët. Nuk e di që ka ndodhur, po e kam dëgjuar shumë dhe nga eksperienca. Si mjalt. Kam shalqi, kastravecin, po të duam, domate, i shkon, pa tjetër që i shkon. Pomodori vogël, së është aq i voçkël, sa që këto lloj duhet prihen me fundin e thikës. Me këtë ose i lëm ashtu, vetëm se që janë i pret mirë. Ja pak sa më janë. Kam lëngun e limonit. Gjë që lëngun e limonit që ka me bërthama, dhe nuk më duhet me bërthama. Është dresingu, që t'ja shtem salatës. Më duhet pak skrip. Pak piper. Dhe vaj para atë salatën e drekës, që bëjmë të përditshme, me tomate, kastraveca, speca, djath, qep të kuqe, ndoshta dhe qepa mund t'i shtoj, mund të shtojmë prapë që të duam. Pra nësë unë do kem një salat me kastravec, i shkon shumë qepa e kuqe me djathin. Kur unë shtoj pjeprin, ma tjetërson pak, sepse unë kam vendosur kastravecat, si kurse dhe domate. Nëse unë nuk do vendos domate dhe të shtoj frutat e pyllit, është akoma edhe më mirë. Pra kemi lloj alternativash. Nuk do të thotë Ne guxojmë në kuzhinë, ti alternojmë këto shijete të kripura dhe të ëmbla. Të dyja bashkë. Edhe. Tani nga që është vap edhe djersim më shumë, konsumimi i bostanit, pjeprit, sigurisht na zëndëson ato mineralet e humbura përmes djersitjes. Na freskon. Edhe gjetemente pa tjetër. Marrim në ato të voglat, kemi 2 lloj mentesh këtu. Të po ja shtoj kështu, si që janë. Jo, ti pres ato. Janë të vocklat, janë të voglat që kemi në... Sili sa të... Ka dhe të mëdhat. Mjafton që unë t'i pres. Ja, po kemi këtu, ja. Edhe t'ja ato, sepse do bollë shumë. Sa aromë të mirë që vjen. Pra, kur themi për freski, kur themi dhe për shije, ja le të zgjedhim disa elementë që na ofron aty rajon, siç është mentja, siç janë bimët e tjera aromatike, siç është borziloku në sallatën tjetër që mund të ndërtojmë në ditën në vazhdim, me domate djath. I shkon djathi. Po, djath i bardhë, në kubik pashtu. Djath i bardhë. Është një kombinim shumë i mirë. Dhe përfshirës tani në verë, shumë i zgjuar, pra të kemi edhe shijen e ëmbël edhe pak të kripur. E kisha vendosur djath? Kisha vendosur djathën aty? Po mund ta vendosim disa copa djathin në kubik, se shkon shumë mirë edhe djath shalqin, si që jemi mësuar ta konsumojmë shalqinin, apo edhe me pjeprin, apo edhe në salat. Për shembull, lëreni fantazin të shfrenuar. Mund ta pasuroni salatën me çfarëdo lloj produkti tjetër.
pak fare spec djegës, sepse shkon e ëmbla, limoni e ëmbla dhe speci djegës janë komponentë që janë shumë mirë. Susam. Atëherë çfarë kam për të shuar tjetër? Djathin. Edhe kubik djathi. O dali shumë e mirë, shumë e shishme si salat, si një vakt, mini vakt, ose si një pjatë bashkë me recetat të tjera shoqëruese, të cilat ne do t'i sjellim pak më vonë. Ndërkohë Birjam është duke u pjekur. Jo, do t'i marrë atë shtresën e sipme, atë cipën kuqërem, sepse ka vezën dhe qumshtin. Me të përfunduar me recetën, i jedhim një sy përbërësve të saj, të kësaj sallate. E trazoj mirë që të shpërndajen aromatet e shijet. Mos e neglizhoni menten apo energjikun. Si do që ta gjeni në gjethet madha dhe në gjethet vogël, i jep një freskit të jashtëzakonshme dhe një shije të freskët verore, si që është kjo salat. E freskët me shalqin dhe jo vetëm. Ju duhet shalqi, pjepër, djath të bardhë, kastravec, gjethemente, po edhe ullim mund t'i shtoni pa tjetër, vaj ulliri, lëng limoni, krip, piper i zi. Fara të ndryshme, ne i shtuam një prekje të lehtë me spec pikant, dhe pastaj fantazia juaj mund të shkoj deri aty sa atë gjysmën e pjeprit, kur t'i merr një pjesën e tullit, ta përdorni edhe si servirje, tas servirës për sallatën. Ja e tregojmë pak më brenda. E servirni kështu bukur. Kur doni të surprizoni e të keni ftuar miqtë tuaj, sallatën ose tek gjysma e shalqinit, ose tek gjysma e pjeprit, kështu. Mirë se u rikthyet pas reklamave, jemi sërish në kuzhinën e Rezidiellit, të sjellim të tjera receta, të tjera gatime, të tjera momente, kombinimesh, se si ta përballojmë këtë vap, edhe duke gatuar me elementa apo me produkte që na freskojnë, siç ishte kjo sallata, për të cilën ne pjesa tjetër që na mbeti nga tulli, pjesa e brendshme e këtyre dy frutave, do t'i kalojmë më pas në një tjetër recetë, do t'i përkthejmë në një tjetër recetë.